Torturat njerëzore të regjimit komunist i morën jetën kur ishte vetëm 22 vjeçe, e futur në një thes bashkë me një mace dhe ku goditej barbarisht. Maria Tuci mbylli syt në spitalin e Shkodrës nga dhuna mizore vetëm sepse guxoi t'i dilte kundër sistemit. 75 vite nga dita e vdekjes së saj, Kisha Katolike e përkujtoi të vetme ngrua mes 38 martirëve. Gjithçka nisi nga vendi ku ajo u arrestua dhe u torturua, çelia numër 13 në Ishburgun famkeq në qendër të Shkodrës, sot vendi dëshmisë dhe kujtesës. Me datën 20 gusht 1950 u vizitua nga shoqet bashkëmotrat e saj. Nuk njihej. Ajo vetë ju tha. I doli fjala e Elmi Seitit, kryetari i sigurimit. Do të bëj as familja jote nuk do të njoh. Falenderoj Zotin që po vdes e lirë. Maria Tuci ndërroi jetë në spitalin e Shkodrës me 24 tetor 1950 dhe u varros në varrezat katolike të Rmajit. Procesioni me lutje e këngë vijoi drejt kishës së motrave Stigmatine, aty ku u kremtua mesha e shenjtë nga arqipeshvim Zot Giovanni Peragjine. Dëshmia e fesë kërkon durime besnikëri. Duke parë jetën e Maria Tucit, këto fjale kanë udhëhequr ekzistencën e saj, tha arqipeshkvi Peragjine. Të dy këto përpjetore na fitojnë të riflektojmë mbi kuptimin e shenjtërisë dhe mbi vlerën e dëshmisës së jetës së krishterë, edhe përmballë vështirësive dhe përndjekjeve. Ajo nuk tradhoi fenë e saj dhe qëndroi të patundur në besnikërinë ndaj Krishtit, duke dhënë jetën e saj në moshën e re. Jeta e saj na kujton se feja është një dritë që nuk shuhet. Askush e asnjë s'mund të ndaj prej dashurisë së Zotit. Kur flasim për shenjtrit, për shenjtëria, nuk është diçka që nuk na përket fare neve, por është diçka konkrete, diçka që realizohet, diçka që përjetohet në jetën e përditshme. Jo për në gjërat të veçanta, në jetën e përditshme, në zakonat e jetës së sonme. Të duash dhe të shërbesh Zoti në çdo rast, në çdo situata. Të shohesh Krishtin në çdo njeri, në çdo njeri. Të jetosh dashurinë pa kufi dhe të përmbalosh vështirësitë me guxim e me besim në shpirt i shenjtë. Maria Tuci e mishroi këtë thirrje deri në fund, duke thënë jetën për dashurinë e Krishtit. Kjo datë përkoi si vjet edhe me 175 vjetorin e themelimit të Institutit të Motrave Stigmatine. Historia Maria Tucit është nga dëshmitë më të dhimbshme dhe madhështore të qëndresës ndaj shtypjes dhe dhunës ideologjike. Në një kohë kur regjimi komunist shqiptar nisi një valë terrori ndaj klerit katolik dhe atyre që nuk pranonin të mohonin besimin, Maria Tuci, një grua e re, u ngrit në një simbol të pathyeshmërisë dhe sakrificës. Jeta e saj megjithse e shkurtër u shndërua një testament heroik të besimit dhe guximit.